Përgjatë 24 orëve të fundit, situata e vështirë e krijuar për shkak të zjarreve duket se është përmirësuar. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se aktualisht nuk ka asnjë vatër zjarri që përbën rrezik për zonat e banuara. Vetëm 2 vatra sipas ministrisë mbeten në monitorim, ndërkohë që 21 të tjera janë shuar. Një prej zonave që është ende në monitorim është në Mallakastër, në zonën Drenie Vlosh Panahor, ende po vijon operacioni për fikjen përfundimtare të vatrës, e cila mbetet aktive në krahun verior, po mbahet në monitorim. Po mbahet në monitorim edhe zona e Dajtit, ku për momentin zjarri është fikur. Ministria e Mbrojtjes sqaron se zonat ku flakët janë shuar plotësisht janë zona e Priskës, është zona në Mushnik të Rogozhinës e në plan të bardhë të Klosit. Përgjatë këtyre ditëve në operacionet për shuarjet e zjarreve u angazhuan 47 zjarrfiksa e 445 forca operacionale. Gjithashtu në mbështetje të tyre kanë qenë 65 efektiv të forcave të armatosura, 3 automjete zjarrfikse e 2 helikopter, si dhe 1 avion Air Tractor i forcës ajrore.